më kështu? Okej. Mirëmëngjes. Përshëndetje. I nderuar zoti Seko, të nderuar koleg, antar të dhomës amerikane të tregtisë dhe të ftuar. Ne jemi privilegjuar të përshëndes sot një takim që promovon Open Banking, një nga zhvillimet më transformuese në peizazhin financiar shqiptar, në një botë ku teknologjia po ndryshon me shpejtësi mënyrën se si ne bëjmë biznes. Open Banking është çelësi inovativ që e vendos në një tjetër stad raportin mes bankës dhe konsumatorit, duke vendosur terma të reja të konkurrencës, shërbimit personalizuar, eficiencës në sistemin e pagesave, reduktimit kostove dhe sigurisë që duhet të ketë ky raport. Sot të gjithë ju jeni ekspert të kësaj marrëdhënie, qoftë në ofrimin e këtij shërbimi apo në përdorimin e tij. Por unë dua vetëm të theksoj rëndësinë e madhe të këtij shërbimi të digjitalizuar në të ardhmen e të bërit biznes. Open Banking po e revolucionarizon sektorin financiar në Shqipëri, duke e përafruar me standardet globale si direktiva e rishikuar e shërbimeve të pagesave të Bashkimit Evropian. Kjo ndodh në kohën kur Shqipëria është bërë pjesë e SEPA, duke ndërmarrë një hap tjetër drejt integrimit financiar me vendet e BE-s, dhe që do të lehtësoj transaksionet me këto vende duke mbështetur kështu tregtinë dhe investimet. Që nga miratimi i tij në Shqipëri, Open Banking ka qenë një term shumë i diskutuar në Komitetin Digjital të Biznesit Digjital pranë amerikane, i cili ka një objektiv themelor, promovimin e proceseve digitalizuese në shërbim të biznesit, dhe unë mendoj se me këtë proces ne kemi realizuar një nga objektivat tanë. Open Banking është një formë inovative që inkurajon zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të reja financiare. Falë saj, sot bizneset mund të përfitojnë nga zgjidhje më efikase dhe të automatizuara, të cilat mund të ndihmojnë në kursimin e kohës dhe të burimeve. Në mënyrë që Open Banking të arrijë potencialin e plot, kërkohet përpjekje dhe bashkëpunim nga të gjithë aktorët. Si organizat biznesi, ne njohim potencialin që kemi për të luajtur një rol kritik në promovimin dhe adoptimin e Open Banking brenda komunitetit tonë të biznesit. Një nga pengesat më të mëdha është mungesa e ndërgjegjësimit apo e të kuptuarit. Pikërisht Doma Amerikane përmes Komitetit Digjital mund të ndihmojë duke edukuar, duke informuar antarët me përfitimet që ka Open Banking dhe se si ai mund të transformojë operacionet financiare të bizneseve. Çdo proces vjen me sfidat e veta dhe ne kuptojmë që dhe kalimi në SEPA, i cili do të sjellë përfitime për sektorin financiar, do t'i vendos bankat lokale përballë sfidës së përmirësimit të sistemeve dhe trajnimit të personelit. Nga ana tjetër, promovimi i bashkëpunimit ndërmjet Bankës Qendrore, institucioneve financiare dhe bizneseve është çelësi i suksesit jo vetëm në tranzicionin në SEPA, por dhe në aplikimin e Open Banking. Nëpërmjet forumeve tona, ne mund të nxisim partneritetin ndërmjet institucioneve financiare dhe bizneseve duke lehtësuar këtë diskutim. Ndaj më shumë për Open Banking, do të thonë ekspertët në panelin që ne kemi përgatitur në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë, por unë do doja të përfitoj nga kjo përshëndetje për të falenderuar Bankën e Shqipërisë dhe veçanërisht guvernatorin zotin Genti Seko për bashkëpunimin dhe mundësinë e organizimit të këtij eventi, i cili mendoj është një event shumë i vlefshëm për antarët tanë dhe komunitetin e biznesit në përgjithësi. Ju falenderit, do doja tani t'ja jap fjalën zotit guvernator për të përshëndetur pjesëmarrësit. Faleminderit zotin Mullaj. Të nderuar pjesëmarrës, kam kënaqësinë gjithashtu të jam pjesë e këtij forumi për të diskutuar së bashku mbi inovacionet financiare në tregun shqiptar, një temë kjo mjaft aktuale dhe e rëndësishme për të ardhmen e zhvillimit ekonomik të vendit tonë. Ne të gjithë jemi dëshmitar të një transformimi thelbësor për mënyrën se si ofrohen, konsumohen dhe kuptohen shërbimet financiare. Rrisit teknologjike po ndryshojnë peizazhin financiar në Shqipëri, duke nxitur zgjerimin e shërbimeve dhe përfshirjen financiare, si dhe duke ofruar mundësi të reja për bizneset dhe për konsumatorët. Inovacioni nuk është më një luks apo diçka që i përket së ardhmes.
Inovacioni tashmë është një realitet i domosdoshëm që po revolucionarizon mënyrën se si mendojnë bankat për pagesat, për kredit, investimet dhe për produktet e tjera. Lejonit ju risjell në vëmendje se ekosistemi pagesave ka përjetuar transformime të rëndësishme në 2 dekadat e fundit në nivel global. Teknologjitë e reja e kanë transformuar produktet dhe shërbimet e ofruara në tregun e pagesave me vlerë të vogël, ndërkohë që ekosistemi është zgjeruar me aktorë të ri, të cilët janë kthyer në hallka të rëndësishme në zinxhirin e vlerës së pagesave. Shqipëria nuk bën përjashtim nga ky trend. Transformimi digjital ka sjell mundësi të reja për rritjen e efikasitetit të shërbimeve financiare dhe rritjen e përfshirjes financiare të popullatës. Nga ndikimet më të dukshme të inovacionit në shërbimet financiare të Shqipërisë është transformimi digjital i pagesave dhe i bankingut. Vendi ynë po përjeton një rritje të shërbimeve bankare digjitale, duke i bërë shërbimet financiare më të shpërshtatshme, më të sigurta dhe më të aksesueshme. Fal përdorimit në rritje të teknologjisë celulare, internetit dhe promovimit produkteve inovative, konsumatorët po fitojnë akses në shërbimet financiare dhe mund të menaxhojnë financat e tyre, të transferojnë para, si dhe të paguajnë faturat në mënyrë elektronike. Përdorimi i instrumenteve elektronike të pagesave vijon të rritet me ritme 2 shifrore, duke ndihmuar në reduktimin e përdorimit të keshit në ekonomi dhe rritjen e formalizimit të ekonomisë. Numri i pagesave digjitale për frym ka arritur në 23 në vitin 2024, krahasuar me vetëm 2 pagesa që ishin në vitin 2015. Gjithashtu, përfshirja financiare e matur si përqindje e popullsisë që zotron të paktën një llogari financiare ka arritur në nivelin e 78%, krahasuar me nivelin 40% që ishte në vitin 2015. Infrastruktura për pranimin e instrumenteve digjitale të pagesave gjithashtu ka njohur një rritje të përshpejtuar. Instrumentet e reja, si pagesat nëpërmjet portofoleve elektronike, po gjejnë përdorim gjithnjë më të gjerë, duke ushtrirë edhe në popullsi ku aksesi bankar është më i rrallë. Banka e Shqipërisë ka qenë pararoj në revolucionin që po riformëson mënyrën se si ne aksesojmë dhe ndërveprojmë me shërbimet financiare. Nga njëra anë kemi qenë aktivistë të promovimeve teknologjike në treg dhe nga ana tjetër kemi siguruar mbrojtjen e nevojshme rregullatore për konsumatorin, për stabilitetin financiar dhe mbikëqyrjen e subjekteve financiare. Shqipëria ishte vendi i parë në rajon i cili transpozoi kuadrin evropian të shërbimeve të pagesave, e njohur si PSD2 si direktivë europiane. Kjo paket rregullatore i hapi rrugën aktorëve të ri fintech për ofrimin e produkteve të pagesave të përshtatura sipas nevojave të klientëve, koncept të ri atë të open banking, pra të bankingut hapur, duke nxitur konkurrencën në treg. Gjithashtu ne kemi siguruar ofrimin e infrastrukturave të reja të pagesave, siç është sistemi AX Euro, i cili ka mundësuar shmangjen e radhëve të gjata nëpër sportelet e bankave, për kryerjen e pagesave në euro nga njëra bankë në tjetrën dhe uljen e komisioneve të larta të Operimi i këtij sistemi ka gjeneruar kursime të konsiderueshme, të cilat përllogëriten rreth 100 milion euro që nga viti 2022 kur ne kemi futur në funksionim. Për më tepër, vetëm nga zerrimi i komisioneve për pagesa deri në 20.000 lekë në vitin 2020, konsumatorëve dhe bizneseve shqiptare janë kursyer përafërsisht rreth 700 milion lekë. Sot dua të ndalem në 2 momente kryesore, ku kemi përqendruar vëmendjen tonë për adoptimin e standardeve më të mira në rritjen e efikasitetit të shërbimeve financiare. Së pari, sikurse jeni ndjeni, me 21 nëntor 2024, Këshilli Evropian i pagesave mori vendimin për të pranuar Shqipërinë në jurisdiksionin e zonës gjeografike SEPA. Ky vendim shënoi një hap konkret drejt integrimit të vendit në tregun evropian të pagesave.
Miratimi i këtij aplikimi evidentoi nivelin e lartë të pajtueshmërisë ligjore të vendit tonë me atë të Bashkimit Evropian në fushën e pagesave dhe atë të mbikëqyrjes financiare. Përfitimet ekonomike nga anëtarësimi në SEPA pritet reflektohen në uljen e komisioneve ndërkufitare në euro, në zgjerimin e marrëdhënieve tregtare me Bashkimin Evropian dhe në zgjerimin e investimeve të huaja në vend. Komisionet për kryerjen e transaksioneve SEPA pritet të jenë ndjeshëm më të ulta se komisionet aktuale. Vlerësojmë se vetëm nga ulja e komisioneve, kryerja e transaksioneve nëpërmjet skemave SEPA do të kursejë agjendën ekonomik rreth 20 milion euro në vitin e parë, pra që këtë vit. Këto përfitime do të jenë të prekshme pasi secili institucion financiar të aplikojë dhe të pranohet individualisht në skemat SEPA. Banka e Shqipërisë po udhëheq procesin e aderimit për çdo institucion financiar, duke vepruar si urë lidhëse komunikimi dhe informacioni dhe duke monitoruar plotësimin e kritereve përkatëse. Institucionet shqiptare pritet të nisin aplikimin pranë Komisionit Evropian të pagesave duke nisur nga muaji prilli 2025-s. Bankat vendase janë angazhuar maksimalisht për plotësimin e kritereve teknike dhe ligjore, ku duhet them se disa prej tyre kërkojnë investime të konsiderueshme financiare. Megjithatë, ne mbetemi besim plot se qytetarët dhe bizneset shqiptare do të mund të kryejnë transaksione SEPA duke nisur nga muaji tetor i këtij viti. Së dyti kam kënaqësinë të theksoj se open banking, pra bankingu i hapur, është një realitet për cilin renditemi po ashtu ndër vendet e para në rajon. Tashmë edhe në Shqipëri, bankat nuk janë të vetmet kontrolluese të dhënave financiare të klientëve. Fal iniciativave të Bankës Shqipërisë dhe pas disa zhvillimeve të njëpasnjëshme ligjore e rregullative, të dhënat financiare të klientëve të bankave tashmë ndahen edhe me palë të treta. Klientët shqiptar mund të autorizojnë palët e treta të transferojnë fondet nga llogaritë e tyre bankare për të kryer pagesa dhe për të marrë shërbime të ndryshme. I gjithë ky proces realizohet në mënyrë të sigurt nëpërmjet ndërfaqjeve të aksesit të standardizuara. Këto risi burojnë nga ligji për shërbimet e pagesave, që transpozoi direktivën europiane siç e përmenda PSD2-shin në vitin 2020 dhe nga aktet në ligjore që pasuan të hartuara dhe të implementuara brenda harkut kohor 2021-2024. Deri më sot janë autorizuar për të kryer veprimtarinë e ofruesit të shërbimit të inicimit pagesave dhe atë të informimit llogarisë, 2 institucione të paras elektronike dhe 4 institucione tjera janë në proces shqyrtimi dhe vlerësimi. Sikurse jeni ndjeni, janë shënuar dhe transaksionet e para të suksesshme, ai i inicimit pagesës dhe i informimit llogarisë, nëpërmjet një banke dhe një institucioni të paras elektronike, të cilat presin të rriten volume dhe të shtrihen në më shumë subjekte. Padyshim që vënia në jetë e open banking kërkonte një bashkëpunim të ngushtë midis institucioneve financiare, banka dhe atyre jo banka, agjensive qeveritare dhe ofruesve të teknologjisë, të cilët gjej rastin t'i falenderoj në këtë mbledhje, në këtë forum. Bankat dhe subjektet e licencuara fintech kanë kryer investime të konsiderueshme, kanë përmirësuar sistemet e tyre teknologjisë të informacionit dhe kanë marrë certifikimet e nevojshme për të lehtësuar shkëmbimin e sigurt të dhënave ndërmjet palëve. Nuk mund të lë pa përmendur dhe Agjencinë Kombëtare për Shoqërinë e Informacionit, e cila pati një rol të rëndësishëm në testimin dhe integrimin e këtyre shërbimeve sipas standardeve më të fundit europiane të sigurisë. Ne jemi besim plot se bankingu i hapur do të ulë kostot e shërbimit, do të rrisë shpejtësinë e pagesave elektronike, si dhe do të përmirësoj përvojën e përdoruesve në një sektor të avancuar bankar. Përtesa rëndita më sipër, kemi kontribuar gjithashtu dhe në rritjen e ndjeshme të konkurrencës dhe vijojmë të jemi në linjë me prioritetet e tjera të Bankës Shqipërisë, atë të rritjes së përfshirjes financiare dhe nxitjen e rritjes ekonomike në vend. Ndarja e të dhënave financiare në një shkallë më të gjerë krahasuar me bankingun tradicional, patjetër që përtej përfitimeve shoqërohet edhe me rreziqe të mundshme. Për këtë arsye, kuadri ligjor dhe regulativ aktual, krahas lehtësimit të kryerjes së pagesave elektronike, përfshin rregulla për mbrojtjen e konsumatorit, sigurinë e tij dhe mbrojtjen kundër mashtrimit.
Krahas rritjes së popularitetit të bankingut hapur, Banka e Shqipërisë do të vijë të ndjek me kujdes dhe në kohë reale zhvillimet në këtë drejtim dhe në vendet e Bashkimit Evropian. Në përfundim, më lejoni ta mbyll duke cituar temën e këtij forumi, e cila është "E ardhmja është tani dhe inovacioni është në qendër të transformimit të shërbimeve financiare në Shqipëri". Roli ynë si regulator, politik bërës dhe udhëheqës i industrisë është të sigurojë që këto ndryshimet përqafohen me përgjegjësi dhe në mënyrë të qëndrueshme nga të gjithë. Teksa ecim përpara, është e domosdoshme të krijojmë një mjedis që nxit përparimin, duke mbrojtur interesat e të gjithë aktorëve dhe duke synuar të ndërtojmë një sistem financiar që jo vetëm i përgjigjet nevojave aktuale, por gjithashtu hedh themelet për një të ardhme më të begatë dhe më gjithëpërfshirëse. Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj dhe ju uroj sukses në vijim. Faleminderit. Faleminderit zoti Seko, ashtu siç ju e përmendët, patjetër gjithë këto zhvillime pozitive e inovative ndikojnë, siç e përmendën, në përfitime për biznesin dhe për konsumatorit, po kanë edhe sfida përpara. Një gjë është e sigurt që ashtu siç e kemi dhe moton e këtij forumi, ardhmja është tani, e ardhmja është tani sepse këto garantojnë nxitjen e zhvillimit ekonomik për vendin. Për të folur më gjatë dhe më teknikisht në këtë aspekt, si për fitimet dhe për sfidat, ne kemi përgatitur një panel me ekspertë të kombinuar në fushat si në fintech, si në banking, ashtu dhe në bizneset tona, i cili do të moderohet nga kryetarja e Komitetit Digital Prandomës Amerikane, zonja Linda Shomo. Do të ftoja Lindën për të filluar me panelin, për të prezantuar dhe për të vijuar me diskutimin panel. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Me sa di nuk ka pauza, kështu që mund të fillojmë direkt me panelin. Ndjehem shumë e nderuar dhe privilegjuar që jam pjesë e këtij aktiviteti interesant që organizohet në kuadrin e javës së paras. Dhe ne kishim kohë si AmCham që mendonim të organizonim diçka në kuadrin e risive në sektorin financiar. Por faleminderit Bankës Shqipërisë që gjeti mundësinë dhe kohën të na hostoj, na presi sot këtu për ta organizuar. Ndjehem e privilegjuar sepse kam një panel ekspertësh të nivelit lartë edhe liderash të sektorit që vinë nga regulatori, nga institucionet e paras elektronike. Sot do flasim vetëm për paranë elektronike, nuk do ta përmendim keshin, po ose të paktën do flasim se si do zvoglohet keshi fal risive. Dhe përfaqësues të biznesit member premium të AmChamit. Jam e nderuar të kem në panel zotin Doralla, drejtor i Departamentit Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë, zonjën Ledia Bregu, drejtoresh e Departamentit Pagesave, Kontabilitetit dhe Financës, po në Bankën e Shqipërisë. Zotin Marin Gjonaj është CEO dhe përveç se është premium member i AmChamit, është kryetari bordit i grupit Gjonaj, i cili do na prezantoj pastaj gjithë bizneset që janë në fushën e energjisë, telekomunikacionit e tjerë,
dhe do shohim lidhjen dhe benefitet që kanë bizneset të tilla me risit që po vinë në sektorin financiar, dhe zotin Elton Çollaku, CEO, drejtor ekzekutiv i Unionit Financiar Tiranë, dhe që është institucion i paras elektronike. Përpara se të filloj me pyetjet ndaj panelit, kam përgatitur disa slides, shumë pak, nuk dua t'i ha kohën panelistave, por vetëm për të krijuar një ide se për çfarë do flitet sot, dhe duke marrë parasysh që shumica audiencës mund t'jenë bizneset e Amçamit, unë do doja shumë ta shihnim gjithë pyetjet janë bërë në drejtimin e biznesit, sepse këto risi duan patjetër shumë edukim tashmë, konceptet nuk njihen mirë, dihet që kanë ndodhur në Shqipëri, por nuk njihen, kështu që gjithmonë pyetjet dhe prezantimi është bërë në kuadrin e duke pas parasysh që audienca është shumica biznes. Nuk po ndalem ke risi.